mos u mërzit për këto hënë. Për krahin ton e ki sot, e ki me pas gjithmonë. E di bac këto hënë, po ju kam rrezikua dhe juve. Na jemi në rrezik, moti. Po, në ke largu pak rrezikun, mas e vrave gjurën. Miq, çka do që ndodh dije që të kontëm ki. Vetë me sytë me e kom po, kur ara për toke gjura. Masi nuk ta po kërkush. Kur e ke vra, nuk ish menja kërkujtë na. Po qysh nuk ju shkon o bac? Në kretë katunin, 3 shpiju kem dal hapas atyne. E din ata, që nuk ne kanë vesh njeve kundër, po kanë edhe shumë tjerë që ata nuk e din kush janë. Po bac, qashtu është. E inshallah na animon Zoti këtë rrugë të shtirë që e kena marrë. Zoti nuk e len pa animu drejtit. E ka me në animu edhe nuk e me unalë. Bob, miq, pa dalë bukqyrin ka tënë, mos ka në levize për milicisë. Djali jam, rruje më shko largë. Rruje se më të shekush. Jo, Bob, mos tani. Ben, veç ka udha poshtë dile këshyrë. Ani, miq. Ismet, që të ditë duhet më rrujt shumë, edhe duhet më bo si kur nuk ka ndodhë kur gjo. Bile, as kojshia mos shohen sanë. Nuk kem zgjidhje tjetër o bat, që shtu do të mja bon. Bile, a ko mirë as me gra, mës me bisedu. Nuk muj me më shef, kur gjo prej tyne. Po i shola nuk është e me fol me gratë kajshive në sanë. Ani pra bac, qështë thu shtipi ja bojmë? Ismet, mos e rënë vetën fort me këtë punë. E ke hek qafësh zullumqarin ma të keq në katun. Kur po e di që e kam bon për të mirë në këti veni, po njihna krenar o bac. Qashtu pra.